Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, data është sot 7, mu është i 6 vitit 2026 dhe është e diel. Jemi aty rreth mesnatës. Por, në Kosovë vazhdojnë të numërohen votat. Sipas asaj që bëjnë mediat nga Kosova, deri tash janë numëruar 90% të votave, pra 22-20 minuta. Udhëheq lëvizja vetëvendosur me 43.52%, Partia Demokratike e Kosovës PDK-ja pra me 21.43%, Lidhja Demokratike e Kosovës 17.93%, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 7.22%. Pastaj vjen Srpska Lista me 5.07%, dhe Slobodu Pravde i Opsanak me 0.64%, Kosovë Demokratik Turk Partisi me 0.57%. Dhe, të dëgjojmë edhe me zë. Numërohen rreth 90% të votave. Lëvizja vetëvendosje e vetmja në rënje në përqindje. Janë numëruar rreth 90% të votave nga vendvotimet në Kosovë. Lëvizja vetëvendosje nga numërimi i 90. 47% të vendvotimeve ka marrë 43. 71% të votave si partia më e madhe. Ajo ka marrë më shumë se 273.000 vota. Partia Demokratike e Kosovës ka marrë 21. 58% të votave, apo 135.000 vota. Lidhja Demokratike ka 17. 99% të votave, apo rreth 113.000 vota. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka marrë 7. 28% të votave, apo rreth 46.000 vota. Numërohen rreth 90%. Po pra, ishte nëpërmes inteligjencës artificiale 1Z, cilën e huazuam nga televizioni 21 të Kosovës. Dhe, çfarë po ndodh? E po, Albin Kurti i pat të gjitha, nuk deshti apo nuk diti ti vë në funksion. Ajo të cilën unë si Mesut Shabani, kote njeri, edhe pse këtu e 40 vite më përpara merrem me gazetari në Kosovë dhe këtu, më zhdukur tepër palitje ndërhyrja e tyre, ama e drejt për drejt, në strukturimin dhe krijimin e një partie të re inekzistuese vlen. Sepse tjetër janë dëshirat, tjetër janë realiteti. Një ditë të vetë me Albin Kurti nuk e ka jetuar në Maqedoni, flas në periudhën tash viteve 21, 2021-2025 dhe të shifte të shikonte se si duket jeta e një shqiptari. 5 vite Milat Kasami është në pushtet. Na ka lodhur në Shqipëni thënë trapin. Kjo është e paparë çfarë është duke bërë. 5 pare nuk jep për atë që është duke bërë. Dhe tash i sulmuar nga të gjitha anët lidhur me atë se po shet çdo gjë, ka filluar që duket tepër demokrat. Ta zon. Unë me rënjë nënën e kam nga Shqipkovica dhe më thuajnë deallarët djemtë të tezëve kështu me radhë. Po pse u korrit e bëri Veshallën dhe Bozovcën gratis, kur atje s'ka udhëtar, ndërsa Brëdecin dhe neve Shqipkovicën e poshtë gajre në la të paguajmë. Muhabete grash për mazdarke. Çfarë nuk dëgjosh për Biladë? Dhe nuk u kujdes për Kurban Bajram të shoh se si ekziston, se ka familje vërtet, raste sociale në malësitë e sharë. Nuk u kujdes. E që e bën PR-in, le që bëj varin, pra, kështu thonë ata. Por, mund ka befasuar krejt diçka tjetër. Dhe ndalem prapë në Kosovë. Dhe, unë e di se ju nuk më mbani për të mençur, por unë e mbaj vetveten për të mençur. Vërtet e mbaj vetveten. Pse më e mbaj? I kam shkruajtur, kam treguar këtyre ditë se i kam shkruajtur për zëvendëskriministin e parë dhe komplet Vlenit, që janë në kryesi, i kam shkruajtur State Departament Amerikan. Ata më janë përgjigjur dje. Dhe më kanë dhënë edhe disa koordinata se ku duhet të drejtohen. Dhe nuk do ndalem. Po sërshisht Nikolovski, i cili me asgjë nuk e ka të merituar dhe nuk respekton kushtetutën lidhur me investimet e barabarta në gjithë territorin e shtetit. Në Maqedoninë Perëndimore duhet t'ua tregoj gishtin, kokë denari nuk ka investuar. Ndërsa për Maqedoninë posaçërisht në Pellagoni, nga vjen edhe ai, atje është duke bërë investime vend e pa vend.
Dhe a ka dikush që thotë jo? Jo. Më thuajnë disa nga vleni kështu, muhabete kote për mazdarke. I jep të drejtën Mickovski, por Mickovski ruhet që të mos e sulmojnë ndërkombëtarët. Pra, ka një marrëveshje të fshehtë. Por ka një marrëveshje të fshehtë edhe ndërmjet vlenit edhe VMRO-s që mos investohet te shqiptarët. Por, çfarë bëjnë shqiptarët? Po bëhet fjalë mjaft për mendimin im, po bëhet fjalë mjaft për një gabim që kanë bërë opozita shqiptare në parlament. Dëgjoni, prej ardhes në pushtet, VMRO dhe PMN ka krijuar përshtypjen se shteti funksionon sipas vullnetit të një qendre të vetme politike. Vendimmarrja, investimet kapitale, politika zhvillimore dhe komunikimi publik po përqendrohen gjithnjë më shumë në duart e një rrethi të ngushtë qeveritar, ndërsa partnerët shqiptarë në qeveri duken më tepër si dekor politik se sa faktor me peshë reale. Shqiptarët, si komuniteti i dytë më i madh në Maqedoni, jo vetëm që nuk pushojnë avancim të pozitës së politike, por përballen me një ndjenjë në rritje të marginalizimit, vota shqiptare e cilën teori duhet të përkthehet në përfaqësim dhe ndikim institucional, shpesh perceptohet si e rëndësishme në proceset kryesore të vendimmarrjes. Dhe është një material i gjatë, unë dalem diku në pikat e shkruar. Fakti që SBA është e përfshirë në konfliktin ushtarak me Iranin, nuk thotë se ajo nuk i përcjell zhvillimet në Ballkanin Perëndimor. Përkundërzi, Washingtoni vazhdon të mbajë vëmendjen te rajoni dhe të ruajë stabilitetin e tij strategjik. Prandaj, naivët politikë të nëntokës politike shqiptare nuk duhet të ushin iluzioni se pakënaqësitë e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut mund të kalojnë pa uvërejtur nga faktorët ndërkombëtar. VMRO duhet lexuar me kujdes politik. Pikërisht këtë nuk e kuptoi sjelljen e deputetëve të opozitës shqiptarë, të cilët nuk është dashur fare të jenë të pranishëm në sallë. Ditën e Badenderit, pavarësisht pakënaqësive që shpreh publikisht, me vetë pranimin e tyre fizik i siguruan kvorumin Adnan Azizit dhe shumicës qeverisë. Adnan Azizi, i njohur për afërsinë politike me Bilal Kasanin, para dite merret me çështjet e vakëfeve në Tetov shqetësat mundë, ndërsa pas dite shkon në kuvend dhe kryen punët që i nevojiten VMRO dhe PNS. Sepse në të kundërtën VMRO nuk do i lejojë të bëjë atë që janë duke bërë në Tetov. Se nuk ka del hise në atë që bën ministri i transportit, pa jep lehet për ndryshimin e shumë gjërave të kulturave të vendeve që i shet Bilal. A nuk e di VMRO dhe PNS se çfarë po ndodh në Tetov? Apo thjesht zgjedh ta tolerojë, sidomos kur decentralizimi plot i pushtetit lokal ende nuk është përmbyllur me ligj. Çfarë nuk do dëgjosh? Ama çfarë nuk do dëgjosh? Çfarë nuk do dëgjosh? Pra, di kthehemi pak më vonë prapë kësaj çështje, por unë do ndalem edhe në një atë që quhet zgjedhjet në Kosovë. Unë nuk mendoj se do e bëj bashkarisht, do e bëj vet, por mendoj se do i drejtohet në një parti politike. Nga ajo që kam informata, do i drejtohet LVV-ja, PDK-s në fillim e pastaj do provoj me AK. Por Maqedonia, ti kthehemi, ku përzim mjaft dhe dalin këta të vlenin dhe lavdërohen. Në Kaçanik kemi fituar 60%. O njerëz, Kaçanik nuk është territor në Maqedoninë e Veriut, është territor në Kosovë. Nuk e di, u mbytëshën të lavdëruar për rrjetet sociale. Pra njerëzit e Izet Mexhiti. Dhe baksus Izet Mexhiti dhe Vakia e gjitha punëve, Bilal Kasami ishin në promovimin e fundit të LVV-s në Kosovë. Maqedonia e Veriut po në një fazë të rrezikshme politike, ku debati publik gjithnjë më pak lidhet me reforma reale dhe gjithnjë më shumë me përplasje identitare. Pra, Maqedonia e Veriut nuk përplaset thjesht me një krizë qeveritare, por me një krizë besimi, dhe kjo është forma më e rrezikshme e krizës politike, pa institucione të forta, pa transparencë reale dhe pa rikthim të politikës në shërbim të qytetarëve, çdo ndryshim qeverisë do të mbetet vetëm rotacion, jo transformim. Pra, pas Shqipërisë, unë jam më se sigurt se radhën do e ketë Kosova dhe së bashku me Maqedoninë e Veriut e njëjta kohë. Por, s'ke çka të bësh. Pra dhe njerë, fakti që SBA është përfshirë në konfliktin nuk lejon që një disa njerëz të harrojnë edhe se nuk është interesuar. Kjo që ndodhe me Badenderin, në tokën politike shqiptare që e kontrollon pozita, thuhet se ua kemi ngulitër. Por Adnan Azizi, i njohur me afërsinë politike me Bilal Kasanin, para dite pra merret të thashme çështjet e vakëve. Opozita shqiptare, dominuar nga partitë e kampit të Badenderit, me vetë pranimin e saj në sallë, ja mundsuar Adnan Azizi dhe mentorët e tij politik nga VMRO dhe PNS të realizojnë atë që kishin planifikuar. Kjo ndodhi edhe pse u anashkaluan një nga parimet themelore të punës parlamentare, njoftimi paraprak me shkrim dhe dorëzim materiale
për shqyrtim para se të hapet debati. Kur VMRDP-ne u angoliti idenë e pjesëmarrjes fizike, loja tashmë ishte fituar. Fillimisht u hodhën në votim disa propozime formale për të krijuar përshtypjen e debatit demokratik, ndërsa objektivi i vërtet ishte votimi për të shqyrtuar Badender dhe Vogël. Pikërisht këtë priste qeveria VMRO vlen. Pra, po të mos ishin deputetët e opozitë shqiptare fizikisht në sallë, po të mos kishin siguruar kvorumin procedurore, nuk do mund të vazhdonte në njëjtën mënyrë. Por ata ishin aty. Kjo situatë kujton vitin 1990 kur votua Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë. Ju që se mbani mend, deputetët e PPD-s në sallë nuk votuan, por me pranimin e tyre siguruan kvorumin. Kryetari atëhershëm i Kuvendit Së Nandov e tha qartë: "Ju jeni të pranishëm në sallë, dhe është drejtë e juaj se si do të votoni. Po të mos ishit këtu, do duhet të veproni ndryshe." Historia ndonjëherë nuk përsëritet në njëjtën formë, por mësimet e saj mbeten të njëjta. Dhe hajde tash. Hajde. Normal se Izet Megjiti çfarë do thotë? Çfarë mund thotë Izet Megjiti? Ama çfarë mund thotë? Do lavdërohet. Normal se do lavdërohet. Dëgjoni. Pra, një ditë kur të krijohet historia e re shqiptare, do thuhet 1 deri në numrin 10 Bilal Kasami Izet Megjiti, diku ndërrohet Treshi Izeti Bilalli, pastaj Bilalli Izeti deri në 10. Me heqjen e parimit të ashtu quajtur Badenter i Vogël në sjelljen e projektligjit për përfaqësim të drejtë u kalua vija e kuqe nga Vleni, alarmoi kryetari i BDI-s Bujar Osmani, nga kuvendi zgjedhori Degës Çajr. Sipas tij, me këtë është rënuar mekanizmi qendror i arkitekturës së barazisë që buron nga marrëveshja e Ohrit. E rënimi i kësaj marrëveshje sipas tij është kërcënim ekzistencial për shqiptarët e Maqedonisë. Dhe dje e arritën kulmin, dje e kaluan vijën e kuqe, dje e rënuan krye mekanizmi e arkitekturës tonë barazisë, zemrën e marrëveshjes së Ohrit e anuluan Badenterin ose shumicën e dyfishtë. Badenteri i Vogël, ashtu quajtur Badenteri i Vogël është shpikje e cila e hjek gurin mbi cilin qëndron marrëveshja e Ohrit. Dhe motra dhe vëllezër, tani më kjo nuk ka të bëjë me mos marrëveshje politike, me debat politik. Këtu rënohen themelet mbi të cilin është ndërtuar paqja dhe bashkëjetesa. I pyetur për këtë, bashkëkryetari i Vlenit Izet Megjiti tha se është pak e rëndësishme nëse projektligji kalon me patenter të madh ose të vogël, por sipas tij, ajo që duhet theksuar është se BDI 24 vjet nuk ka arritur të sjellë ligj për përfaqësim adekuat, gjë që Vleni po e bën për 24 muaj në qeveri. Ka 24 vjet, prej 2002 deri 2016 nuk ka pas as ligj as balancues. Dhe nuk ka qenë problem. Tash Po më duket se ky ishte ai që ishte përfaqësues ose kohë deputet në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë nga radhat e BDI-s. Dhe shet mend, shet dengle. Pra shet mend që është vërtet jo rënqese, po është vërtet kulmi. Ndërsa Bujar Osmanit unë i them dhe i kisha thënë, pse hyrët? As pak nuk dash apo u desh që të tregoj Blerime Xheti se është shumë i zgjuar, shumë i mençur duke kundërshtuar Adnan Azizin. Po, këta janë VMRO2. Këta janë VMRO2. Okej. Atë do i paguani gjëre gjatë. Në ndërkohë. BDI Dega në Tetov mundohet të bëjë diçka për dallim nga ajo që është në qendrore. Qendrorja nuk funksionon. Alemeti nuk është kërkont. Ende merret me historinë e vetvetes. Ndërsa historia e vetvetes ka shumë pikpyetje dhe në ato pikpyetje ka shumë të pavërteta. Ta dëgjojmë. Dhe mendoj se të ndalem pak edhe Alemeti. Një ditë do t'i thuan të gjitha gjërat e vërteta lidhur me ti dhe ai të del me një fjalim mjaft interesant. Ta dëgjojmë çfarë thonë nga BDI Dega në Tetov, cilët kanë akuzuar se po shet 56.000 metër katror. A dini sa është? Unë vetëm pres këtyre ditëve, sepse kam një informacion se edhe qendra e Tetovës, ku është pllështati, është quajtur pllështat, nuk është slavisht, por është gjermanisht, dhe aty do ndërtohen objekte të larta. Bashkimi Demokratik për Integrim Dega Tetov nga sheshi i qytetit prezantoi ekspozitën që e përgëzoi si ekspozita e turpit. Sipas tyre, komuna e Tetovës përpiqet të shes tokë ndërtimore prej 56.000 metrave katror në bazë të planit 1 euro për metër katror. Siç kemi njoftuar edhe më herët, bëhet fjalë për mbi 56.000 metra katror pronë të qytetarëve të Tetovës, e cila përmes skemave tashmë të njohura për opinionin, si ajo e monopolit,
tentohet të falet njerëzve të afert me pushtetin. Motivi kryesor janë përfitimet e majme materiale të udhëheqësve aktual dhe rrethit të ngushtë pranë tyre. Sot ku ju paraqesim disa nga lokacionet kyçe, që janë në këtë listë të zezë, duke ilustruar qartë atë që duan të bëjnë kumbar i shitjes së pronës publike, Adnan Azizi dhe ekzekutori e nënshkruesit tyre, Bilal Kasami. Zëvendës kryetari i Tetovës, Albi Xhamili, përmes një Okej, ky është prallë në vete, askush nuk e zgjodhi Bilali dhe nuk e meriton, të paktën unë të jap hapësirë. Nuk ka kapacitet as intelektual as njerëzor që të jetë ai njeriu i cili premton. Unë vetëm një gjë di se ai është kryesori në punësime. Okej, le të mbahet ndërgjegjja e tij, gjithë ato që i merr në qafë, andej në të djathtë, këndej në të majtë, më flasin për qendër, se këta thonë janë parti e qendrës. Interesant, nuk është interesant, por unë vazhdoj më tej. Pra edhe një herë, deputetët e opozitës shqiptare në parlament gabuan që ja bën forumin dje Adnan Azizit, gabuan. Është problemi i tyre. Dhe, pra, ka prezantuar dje në Brëdec kryetari i Komunës së Tetovës, Bilal Kasami, duke thënë se banorët e Brëdecit dhe fshatit të Buzëllit do mund të udhtojnë pa pagesë me linjën transporti që do të niset nga fshatrat në orën 7 të mëngjesit, ndërsa kthimi nga qyteti do bëhet në orën 17:30. Kanë reaguar banorët e Brëdecit, por kanë reaguar edhe banorët e Shqipërisë. Po ne, te ne vetëm votat kur i duhen. Jo, edhe ja, kalon mbi, si ka thënë, ai duke kaluar pranvareze dhe nuk përshëndeten. Okej, nuk është okej, por është vërtet një rënqethje politike dhe intelektuale që jo i ka munguar, pa nuk e ka pasur asnjëherë. Pra, gjithandej. Ndërsa, unë do kisha pyetur diçka shumë interesante këtyre ditëve. Po, shumë qytetarë, ja tash edhe njëri më shkronte derisa shkonte ky lajm, nuk e dinte sa ora do incizoj, por tamam në kohë thotë, më ka ardhur një pagesë, për të bërë një pagesë nga MPB, po. Shtan SPB. Dhe më thuan se kam mbetur borxh diku në para të sotme rreth 100 euro. Thon, pas ka bërë thot po kam bërë një gabim, mirë po kanë kaluar vite të tëra, mase 5 vjet, para 5 vjetë nuk kanë drejt të ngrenë, dhe nuk e di tash, a e kam paguajtur atëherë me të shpejtin, apo e kam paguajtur, apo se kam paguajtur hiç. Kryesore, po ruani njerëz zero. Unë kam thënë, ruani dokumentacionet e shtëpive dhe fushave tuaja, sepse çdo gjë që shef ekipa Bilal Kasamit në katastër RM, ata hyjnë hulumtimit. Dhe do mbeteni. Duket si tallje, por do mbeteni. Dhe ka reaguar, që më ka ardhur mirë se ka reaguar, edhe pse ka pasur mjaft kritika kohët e fundit nga pushteti aktual këtu në Maqedoni, pa marrë parasysh se Vleni thotë ne nuk kemi reaguar, ata kanë reaguar. Te VMRO-ja dhe VMRO-ja ka reaguar nëpërmes në tokës politike shqiptare në Shqipëri lidhur me Denion Mejdanin. Dhe Denion Mejdani e ka ndryshuar tash sistemin, është takuar me studentët shqiptarë të Universitetit në Natere 217 në Shqipëri, ndërsa tash në mbrëmje, po, e pash e ardhmja është tani, Brezi i ri u formua Eçfar Brezi. Profesori shqiptar në Shkodinën e Medanit ka shpërndar një fotografi të Mevlan Ademit, i cili së fundi ka diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Evropës së Lindor në Tetov. E ardhmja është tani, Brezi i ri u formua Eçfar Brezi, krenari, ka shkruar Medani. Pra, dhe pritet Ademin e prit provimin e jurisprudencës, mbetet të shihet nëse ai do ketë mundësi të japë këtë provim në gjuhën shqipe, siç kërkon vetë dhe siç po kërkohet përmes protestave të vazhdueshme të studentëve dhe aktivistëve shqiptar. Unë që kam informatën, do mbetet Gjimsa Gjel thuin Tetov. As. Por më ka gëzuar një lajm tjetër nga manastiri. Unë kam jetuar 2 vite në manastir, viteve 69-70, për shkak të sistemit, dhe atje një shqiptare me emrin Ermira Selimi, aktiviste, ka bërë një paraqitje mjaft interesante. Thotë më në fund numri nxënësve në shkollën, unë kam mësuar atëherë ka pasur Nikola Tesla në shkolla fillore kur unë kam mësuar, dhe drejtor ka qenë Suleman Sulemani, ndërsa pastaj e ka mbritur edhe profesorin Irfan Pashon, dhe mësuese unë e kam pasur Selimen, është duke të ndë gjallë diku në Shkup ajo. Te vajza e saj, një vajzë ka në Kanada, më duket, dhe kështu me radhë, okej, respekte, dhe
Și Alia Mete thot, nu keni pasur diplomă, unë e kam pasur shqip dhe maqedonisht në 1969 në manastir. Pra, aktivistja për çështje arsimore dhe kulturore në manastir Emira Selimi ka ndarë një lajm inkurajues për komunitetin shqiptar në këtë qytet. Sipas saj, këtë vit është shënuar një rritje në ndjeshme në numrin të fëmijëve të regjistruar në paralel në Shqipëri, duke arritur në afër 20 nxënës, ndërsa për vite me radhë numri i regjistrimit mezi arrinte rreth 8 nxënës. Kjo është sukses, pra shqiptar. Mos akuzoni në Ramën se po vinë çifutët, ato edhe mund të vinë me parë. Ja, shqyqyrët që në manastir pas kanë lindur fëmijë, pra bëni fëmijë dhe Zoti do t'ju doj. Pra jo vetëm ju, por edhe Zoti do t'ju doj. Okej, nuk është okej, por unë do ndalem pak të vëmërë dhe mëneja cila për të cilën unë nuk kam asgjë kundër si parti politike, mirë po me çfarë programi merret dhe se si ajo elaboron çështjen shqiptare, kjo është vërtet hakmarrëse ndaj komunitetit shqiptar si numër 2 popull në Maqedoni. Të vetmit që janë autokton këtu në Maqedoni. Të vetmit janë shqiptarë. Pyetni këta tjerët, unë edhe me një seminar kam pyetur dhe gati më kanë sulmuar krejt, nga e kanë, jo gjyshin, stërgjyshin, babën e babës. Dhe gjithë do thonë, jo, pa e nga kemi rënjët, ajo ka qenë dikur Maqedoni, kur ka qenë Maqedoni? Kohën e Lindenit, apo kur ka qenë? Kohën e Aleksandrit të Madh? Kur? Nuk ka problem, tregoni kur ka qenë. Çfarë kam unë që jam e gjenerata e 8, që i di emër mbi emër deri te stërgjyshit dhe kretë në Lisec. Lisec aty ka qenë. Nuk ka lëvizur, as të djathtë, as të majtë. Nuk ka lëvizur. Okej, nuk është okej. Pra, gjithandej probleme ku jetojnë shqiptarët të krijuara nga puthadorët shqiptar, sepse a dini se në Maqedoni ka shkolla pa mësues. Dhe atje po mban mësim studentët. A dini se në Tetov ka nxënës të komunitetit maqedonas të cilët nuk arrin numrin për cilën flet Janevska për të bërë një klasë, ndërsa mësuesit i kanë të gjitha lëndëve. Tetov, në për gjitha shkollat, edhe shkollën e mesme, nuk ka nxënës. Kush u ka faj që s'ka nxënës? Ndërsa shqiptarët janë të stërmbushur me nxënës. Por vazhdojmë të mbeten. Dhe ajo cila dasht të kalinthit e flasë për mëra në sy, mjaftën roamingi, gjithë e bëjnë si vjetë, ne dhe bëjmë pra vitin e arshëm. Prit të fitve edhe pak, ata që bëjnë roamingi. Dhe të fitve edhe pak. Okay. Dërsa Izet Mexhidi pas ka parlemruar ndryshimin e kuadrit qeveritar, dhe vlerëson puna e secili funksionar. Izet është një jetë kurinor, pa ndryshuar vetveten, nuk mund të ndryshosh të tjerët. Pra, ndryshon në fillim vetveten, nëse nuk mundish, ndrysho me zemrën tënde, nëse nuk mundish, ndrysho me kokën tënde, nëse nuk mundish, hesht. Dhe di se heshtësh. Këtu unë ju përshëndes, ishit në podcastin me Sut Shabanu, Dëgjohemi nesër mbrëmë.